Kuvendi i Kosovës u mblodh të njëjtën më 5 mars për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës, por seanca përfundoi pa rezultat. Nga 120 deputet, në sallë ishin të pranishëm vetëm 65, ndërsa 55 munguan. Kryetaria e Kuvendit, Albulena Axhiu, u bëri thirrje deputetëve që të merrnin pjesë në seancë, duke theksuar se pjesëmarrja e tyre është detyrim kushtetues dhe se askush nuk kishte marrë leje për të munguar. Nuk ka kuorum për të vazhduar këtë seancë. Disa herë u bëra thirrje deputetëve të vinë dhe të jenë të pranishëm, por ata nuk janë këtu, dhe kështu nuk kemi 2/3 e deputetëve. Nuk mund të vazhdojmë me votimin, deklaroi Axhiu. Partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje ka propozuar 2 kandidatura për postin e presidentit, Glau Konjufcën dhe Fatmire Mullhaxha Kolçakun. Zëvendës kryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislacion Vigan Qorolli bëri me dije se mbas shqyrtimit të dokumentacionit, komisioni ka vlerësuar se të 2 kandidatët mund të procedojnë për nominim në kuvend. Presidentja aktuale Vjosa Osmani u ka bërë thirrje për ndryshime kushtetuese që do të mundësoni zgjedhjen e presidentit përmes votës së drejtpërdrejtë qytetarëve. Sipas saj, vetëm në këtë mënyrë mund të shmangin bllokadat politike që shpesh hasen gjatë procedurës aktuale në kuvend. Kryetaria e Kuvendit Axhiu ka shprehur mbështetje për këtë nismë, duke deklaruar se një zgjedhje drejtpërdrejtë do të kontribuonte në eliminimin e ngërçeve që pengojnë funksionimin e institucioneve dhe stabilitetin e tyre. Megjithatë, për shkak të mungesës së numrit të nevojshëm të deputetëve, veçanërisht nga komunitetet jo shumicë, Kuvendi nuk arriti të procedojë për votim amendamentet kushtetuese të propozuara nga Osmani, duke lënë çështjen e zgjedhjes së presidentit në një ngërç të ri politik.